thot sheriati? Na e respektojmë ligjin e Kosovës. Une si Iqbale Berisha Huduti e respektoj ligjin e Kosovës. Zotri Gjini, pasaj dhe zonja Zahide, sepse kemi... Pa tjetër. Jo, mos e përzi sheriatin, veç haram është, kaq. Zotri Gjini, pa tjetër, të keme ndidhja. Po, ta kemu në fjallë. Po, e ke fjallën, Zotri Gjini, të lutëm. Nuk kemi na me sheriat pun, na jemi në Kosovën Zotri Gjini, të lutëm. Po, atë poli unë, ka fjallën? Po. Unë tash mas pari zonja Iqbali disa gabime në statës t'i bo. T'i bon thirrje për gjuhë të urrëtit sepse mos t'i grot i inkurajon, pa thot mos t'i pranon li, mos t'i njihni këto ligje. Edhe kjo është një vepër penale e para, që nuk e njeh sankcione dhe cënon sigurinë juridike të kërkesave të njerëzve se si të realizojnë një pasuri të drejtës subjektime sa i përket pasurisë në aspektin e trashëgimisë. E dyta, ku po krahason sheriatin me ligjet tona, kjo sheriati e din në brendisë saj ka elemente dhunuese, elemente që inkurajon që të bën tortura ndaj gjinisë femërore dhe si e ka rrëmuar këtë sheriatin dhe ta krahason me ligjet tona, kjo është edhe një syret tjetër që kjo gjuhë është e papranueshme nga zonja Iqbal sepse nuk flasun në televizor për këtë moment ekskluzon hapësirën publike dhe thotë që ligji i sheriatit është ligji më i mirë se ligjet tona që rregullojnë. Nuk e thash, unë jetoj në një shtet demokratik me kushtetut laike dhe këtu nuk më lejohet sheriati edhe unë jam e kënaqur me ata, sepse ligjet e Kosovës, brenda ligjeve të Kosovës, ta lejojnë të drejtën kanunore, mundesh me hek, të drejtën e sheriatit, keni mësu vitin e parë e drejta e sheriatit, nëse jeni jurista, këtu se na jena me titla, kena provoj punë e dina, të mbaj për vete se s'po dina as mi spjegu me gjithë respekt. Jo, mos e kesh 2 vepra penale, ti tha advokati i ke konsumue, të lutna kujdese e përcjellën emisionin, i përcjellën edhe institucionet, që mujnë me të thirë edhe me të interesu si pander për keq informim. Ta të regim, jo, unë nuk jam që institucionet. Po ju jeni mësu me gjuhën e... Po nuk është keq informim për dhe sa dikush e të mendimin e prapë. Jeton, jemi duke folë... Të lutëm, veç pak. One, për i përsërës, ligjet që to që jenë për familje, për ndamet pasurisë, janë votur Kuvendin e Republikës Kosovës, janë gazetë zyrtare, janë të lishme, janë harmoni me Bashkimin Evropian, qa po bashkë ligjin e sheriatit, qa pe përmen, qa po thot, i thiri motrat, kënë regull, po keq informon për shpështën hapësirën. Po ti flet, jeton, ti flet sjures, zënja i balë flet si s'ka rruga, mos i merë një ligje, që ajet që mjë sheriati rolin e gruas e devalvon dhe e shkatron atë kuptimin edhe që familjar të vëllën nuk ka të drejta edhe është disi shumë akë mosë ndaj gjinisë femërore. Mos ke lidhje me sheriat. E nonën tjetër, ligjet tona ka një tjetër. Shqyri ligjet e Kosovës e na morin qatë. Figurën e femrës, ambe një ligjet tona janë perendimore dhe e avancojnë, e afirmojnë të drejtat e njeriut me aty të gruas. Zotëri advokat. Ti klej po luftosh për drejtat e grave, a klej për përmes sheriati e shkatron gjinin femërore në çdo aspekt. Aspektin e ngritjes, aspektin shkollor, aspektin shumë aspekte. Kena bërë si dënon atë gratë, publikisht me gurin mbyten, dënon me vdekje, nuk ka të drejta shkeler, nuk ka të drejta shkollore, e ta se çka ka sheriati këtu kur nuk e mbron femrën atje. Tregon një element që sheriati e ka mbrojtur femrën. M'fal çka po ju tham. Numër 1. Kërkush s'është u folë për sheriatin, as nuk na duhet sheriatin Kosovë. Ju për përmembre? E dyta, jo. Po e përmene, a thove motrave tona, tha ju bëj thirë mos me respektu ligje. Kisja, jo, nuk tha që e kam shënume. Po përsorite, që u përgjëzue.